Jemi në muajin e tetorit ros dhe sigurisht secila grua duhet të bëjë të veten dhe sidomos ato gratë të cilat janë sprovuar me diçka të dyshimt që i ka bërë që të mobilizohen dhe të kontribuojnë që edhe gratë tjera përmes kontrolleve nganjëherë të shpëtojnë jetë duke detektuar sa më herët kanceret në gjë. Jam këtu me profesoreshën Florinda Muhaxhiri, profesoresh në Universitetin e Tetovës, me cilën do flasim për betejën, të themi, që ka pasur me këtë sëmundje, ndërkohë që ajo është sot shumë mirë, është një e mbijetuar dhe sigurisht është një frymëzim për gjitha gratë tjera që kalojnë të njëjtën gjë. Profesoresh, po dukeni shumë mirë. Faleminderit. Po ashtu edhe ju. Besoj që sëmundja nuk vjen gjithmonë për të keq, ndonjëherë vjen për të na treguar sa të forta jemi, apo jo? Absolutisht, absolutisht. Pile edhe në intervistën të cilën për herë të parë bëra tek ju dhe vendosa që të dal publikisht dhe të tregoj për sëmundjen për cilën unë kalova. Realisht, njërë për mesazheve të cilën unë mendoj se kam kuptuar është se ka shumë gjëra që ne nuk i shohim derisa jemi mirë. Në momenti kur smuremi, ne e kuptojmë se ka shumë gjëra të rëndësishme dhe pastaj fillojmë vërtet kujdesemi për veten dhe ta jetojmë jetën ashtu si duam. Kështu që në çdo të keqe ka një të mirë. Besoj që edhe zbulon që e don jetën shumë. Absolutisht. Një ditë mbrapa. Në momentin kur ti e kupton se kur je smur, atëherë kupton se shumë gjëra i ke harruar. Ke harruar se si duhet jetojsh, dhe atëherë kupton se sa e mirë është jeta dhe atëherë fillon ta dush hala më shumë jetën. Dhe sidomos për ju që jeni një profesoresh, burri që është një mjek i respektuar në qytet, jeta është dinamike, shumë pak shihemi, shumë pak kohë kemi për t'u parë, për të folur. Sigurisht i keni shtuar më pas ato të dalmet bashk, takimet, bisedat. Natyrisht, me thënë fati jonë është që veçanërisht bashkëshorit e im është shumë i zënë dhe ka një jetë vërtet shumë dinamike. Si është jetë para se sa të smurëm, shumë raste kam lënë edhe kur kemi pas kohë. Thënë gjithmonë kemi gjetur ndonjë arsye sepse nuk duhet dalim, jo sot do dalim nesër, sot do rrim me fëmijët më shumë ose diçka çdo kemi gjetur. Mirë, po në momentin kur ti e kupton se jeta është shumë e shkurtër për të humbur momentet e bukura, tash në momentet e parë që të gjejmë mundësi natyrisht që ne e shfrytëzojmë të jemi bashkë, jo vetëm bashkë, unë dhe bashkëshorti, por natyrisht edhe me djemt dhe me familjen, kudo që kemi mundësi. Ka qenë një gjë e vështirë të bindja fillimisht që të flasim për kancerin e gjirit dhe unë të thash që të gjitha betejat ne kemi bërë me kosovar, me shqiptarë të Kosovës, kështu që edhe këtë betejë do ta bëjmë së bashku me të gjitha gratë sepse po ndikojmë në një diçka më të mirë. Besoj që pas asaj interviste të kanë shkruar shumë gra, të cilat nuk e ke ditur se po ballafaqohen me të njëjtën gjë dhe në një farë forme e mundëm atë stigmën drejt smundjes. Unë mendoj se po, në momentin kur dikush i cili ka kaluar këtë sprovë del dhe flet publikisht, një mënyrë ju tregon të tjerëve se ne nuk kemi nevojë të ndjehemi keq. Në shumë raste, pikërisht në momentin e parë kur ti më ke thënë a mund vish dhe të dalësh hapur dhe të bisedosh, më desh një dytje të mendoam nëse duhet. Dhe pastaj thash me vete, po mirë, unë smundje nuk e kam zgjedh. Më thonë, unë pse duhet kem frikë, pse duhet të vraj mendje se si të tjerë do e perceptojnë ato se në për cilën unë kam kalu. Dhe të them të drejtën, për mu ka qenë, në gjuhën angleze thot një relief, për mu ka qenë një lehtësim i madh në momentin kur kam dalë dhe atëherë ende me hapur kam folur me çdo grua që kam takuar, qoftë kolege, qoftë të njohura dhe çdo herë kur kam pyet çfarë moshe kanë, kam thënë, a keni shku ndonjëherë, keni bërë ndonjë kontroll dhe mos mendoni se smundja nuk do ju prek juve. Nëse flasim për statistikat për cilat flasin mjekët dhe themi se numri i grave të cilat kanë probabilitet për të prekur është kaq i lartë, atë më them, mos e humbni shansen. U tregoj për përvojës time që ju duhet të ndiqni, sepse fati im i mirë që unë u diagnostikova në fazën e parë dhe i shpëtova shumë problemeve tjera dhe sot për fat të mirë pas 6 vite gjysëm jam mirë. Marr një terapi të vogël për të zvogëluar mundësinë për të përsërit, por së është jetë unë jam mirë. Ne gëzojmë shumë për shëndetin tonë të mirë, po gjithsesi po kthehemi te faza që ti e ke konstatuar, do me thënë që ka diçka të dyshimt brenda trupit tënd. Si ndodhi, si ishte ai moment dhe a kanë qenë kontrollat e rregullta, gjithmonë e shtrojmë këtë pyetje, në pyetje apo ka qenë një rastësi që ti shkove u kontrollove ti mirë? Të them të drejtën, burim është një prej mjekëve që merret me diagnostikën dhe unë kisha qenë në një kontroll, po jo shumë, mendoj kishte ndoshta mbi një vit që kisha shkuar në kontroll rutinor dhe realisht kur e ke burri mjek ti mendon se nuk smuresh. Dhe absolutisht ti thu te unë smundja nuk mund vjes, pakut jo kjo smundje me cilën burri merret çdo ditë.
Të them të drejtën, gjithçka ka ndodhur krejt në mënyrë të rastësishme. Një natë derisa shifshim film me bashkëshortin, e shoh se ishte i mërzitur sepse kishte diagnostikuar një grua të re me kancer, edhe ishte shqetësuar shumë për shkak të moshës së re, dhe unë i them, po unë ka kohë që s'kam marrë. Ai më thot, po unë them, hajde ti për herë gjën ndonjë arsye mos vish. Ai më thot, po mirë, okay. Ai pse të tregoj herë paraprakisht se si duhet vetë kontrollosh. Thash, po ku e di unë si duhet kontrollom? Sa do të tregoj. Dhe derisa ai më mësonte mua se si të kontrolloj unë gjoksin tim, të dy gjinjt, pra të shoh nëse kam diçka dyshim, për një moment caktuar ai ndalet me një pikë në gjiun e djathtë dhe thot, e shoh se e prishën diçka, e u prish disponimi. Dhe pyes, ka diçka? Jo, e thot, ama nesër do vish me patjetër të bëjmë një eho të gjirit. Tash ama nesër kam ligjërata, sepse unë jam edhe mësimdhënëse në Universitetin e Tetovës. Tash nesër kam ligjërata dhe nuk mund t'i humbi. Tha, unë po them nesër të vish. Pa dashur ma fute frikën më shumë. Unë shkoj në fakultet dhe du të filloj ligjëratat, më thirrën, thotë unë jam të prit pse nuk vjen. Thash, a se s'kam kur gjohune, leti ku e di çka ke mendu, të lutem të vish. Natyrisht, me ehon e parë që bënëm ne pam që kishte diçka, vazhduam me kontrolla tjera më të avancume, bëm biopsin dhe brenda një intervali 2 javor unë hoqa komplet gjiun. Për shkak se ne konsideruam pavarësisht faktit se ne në atë fazë nuk e dishim nëse cilin stad do jem, ne konsideruam se largimi komplet i gjiut e zvoglonte probabilitetin mas të madhe që të ktheheshte, dhe unë pranova në atë mënyrë radikale ta zhvilloj, dhe unë them që ndoshta ka qenë një prej vendimeve. Sigurisht nuk ka qenë hiç e lehtë. Absolutisht. Njëra prej ashtu themi. Po çka ndihmoi të vendosësh për të hequr gjirin? Më bindi argjendi, natyrisht nga përvoja shumë pacientëve të cilët kanë larguar një pjesë dhe pastaj mundësia për të rikthyer ka qenë shumë më e madhe. Realisht unë doja që me ta shpor për me një herë dhe thash okay, për mua është e rëndësishme ta kem, edhe pse natyrisht thon për të ma larguat, se ne e dim për femrat sa të rëndësishme janë këto pjesë, flokët, gjejtë e kështu me radhë. Më tha, okay, unë të premtoj që sa po ta largoj gjirin, unë do të vendoj implant dhe ti nuk do e vresh absolutisht mungesën e gjirit. Unë thash, okay, nëse është kështu, atëherë pranoj me çdo kusht. Dhe në anën tjetër, më thonë, unë doja me çdo kusht ta shpor sepse kisha 2 djem. I vogle ishte në klasën e 2 dhe atëherë unë thash do luftoj me çdo forcë sepse doja të jetoj për fëmijët e mi. Jo vetëm për vete, por doja të jetoj për fëmijët e mi. Kështu që ne vendosem, e larguam, bëm një analizë të cilën na e sugjeruan disa onkolog prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bëm një mama print test quhet në Holland, dhe ato më sugjeruan që nuk kisha nevojë të kaloj për kemoterapi, po vetëm duhet merrja një terapi hormonale përmes të tabletave, të cilën vazhdoj ta marrënde sepse duhet kaloj një kohë që me shpresën që ne të largojmë komplet probabilitetin që të kthehet ndonjëherë gjatë jetës. Profesoresh, po më vjen shumë mirë sepse herën e parë që flisnit nuk keni mundur të çoni asnjë fjali deri në fund pa lodhur në sy, dhe kësaj here po bën përshtypje që të gjitha i thoni pa asnjë frikë, pa asnjë droj, edhe me shumë guxim. Që them të drejtën, jeta të bën më të fortë. Edhe atëre kupton se ti duhet flasësh me zë kumbues për të tjerat. Dhe unë e di që ka shumë gra që kalojnë për një proces shumë të vështirë, procesi i kemoterapisë, radioterapisë, shkakton përveç dhimbjeve të mëdha fizike dhe dhimbje të mëdha shpirtërore dhe emocionale, dhe unë doja që të jem pjesë e këtyre rrugtimit të këtyre gra për të ashtu motivimin që ato të luftojnë më fort për jetën e tyre. Faleminderit shumë, edhe një mesazh u drejtojmë të gjitha atyre grave. Okej, natyrisht ajo që unë do doja që secilës grua t'i them është që ato të shkojnë në kontrolla të rregullta, të kujdesen sa më shumë për trupin e tyre, sepse ajo natyrisht është shumë e rëndësishme për to. Ju lutem, shkoni, mos ja lini rastit asnjëherë shëndetin tuaj. Jam shumë e lumtur që sot mu dha mundësia që të flas dhe të jam zëri i shumë grave. Realisht do doja shumë të ju kërkoj mundësinë që të them që këtë pjesë ose në këtë pjesë të kampanjës vendosa të jem sepse dua t'ja dedikoj një mikës time të shtrejtë. Tashmë po bën pothuajse një vit, për një 2 ose 3 javë do bëhet një vit që kam humbur mikeshën e zemrës, pikërisht në betejën me kancerin e gjirit. Prandaj them se derisa unë flas më zë dhe mundohem të motivoj ose të ndërgjegjësoj shumë gra
që ti ikin këti probleme, u mendoj se nga lartë si Angel flamurja do jetë shumë e lumtur, që mos lejoj që asnjë grua të kalojë nëpër tmerrin e luftës me kancerin e gjirit. Faleminderit.